Nga një lirë deri tek 17 ari tokë, në Malishev dëshira për të kontribuar në rrugën e Zotit po shfaqet në forma të ndryshme. Disa japin atë sa mundën, të tjerë atë që kanë më të çmuar. Nga një lirë secila, kaq mjaftoi që gjesti i 6 grave të një familje nga Malisheva të bëhej shembull i një kontributi të dhënë për ndërtimin e xhamisë së Gurit. Me fillimin e procedurave për ndërtimin e xhamisë dhe nga momenti i parë që kemi lancuar projektin dhe kemi prezantuar para qytetarëve, para masës, kemi pasur raste të ndryshme dhe të veçanta, e qenë ndoshta edhe të rralla, të cilët kanë dëshmuar në fakt besimin dhe dashurinë që populli jonë, popullata jonë, njerëzit tanë, besimtarët tanë kanë për fenë, kanë për besimin, kanë për xhamin, kanë për institucionin fetar, me që rast edhe lusë Allahun që të gjithë ata t'i shpërblej. Prandaj rasti i fundit, në të cilën një vjerë me 5 nuset e saj ka dhuruar nga një lirë për ndërtimin e xhamisë së Gurit, është një dëshmi e përkushtimit të qytetarëve tanë, besimtarëve tanë ndaj xhamisë, ndaj fesë, ndaj besimit në përgjithësi. Kemi patur edhe raste të ndryshme për të tjera, siç e përmendet në raste kur një nan pensionin e parë të saj e ka dhuruar pikërisht për ndërtimin e xhamisë. Kemi patur rast kur 3 fëmijë të një familje, kursimet e tyre të arkës i kanë sjellur këto dhe i kanë dorëzuar në arkën e Këshillit për ndërtimin e xhamisë. Po ashtu kemi patur rast një tjetër fëmijë kur dëgjon që gjyshi i tij po shkon të dhurojë një pjesë të donacionit për xhami, edhe ai ka shprehur vullnetin dhe ka thënë që dëshiroj që të jap kontributin tim për ndërtimin e xhamisë dhe ka sjellur në këshill 1 euro, të cilën e ka poseduar në ato momente. Po ashtu kemi raste edhe të tjera kur në punës të ndryshëm në shtetin tonë që janë në rrethin tonë kanë dhënë urdhër bankës, ose më thonë sa herë e marrin pagën, një pjesë të saj që një vit e ca e ndajnë për ndërtimin e xhamisë. Kemi edhe avokat i cili sa herë që bën ndonjë marrëveshje në profesionin e tij, punën e tij, një pjesë të asaj që e merr nga palët e ndon për xhamin. Kemi market i cilin në bazë të pazarit ditor, çdo ditë një pjesë nga pazari ditor e ndon dhe sjell për xhamin. Kemi edhe farmaci, e cila në bazë mujore, një shumë të caktuar e ndon dhe e sjell për xhami. Këto janë shuma simbolike, por që kanë një pjesë të rëndësishme në qasjen, konsideratën, lidhshmërinë dhe kontributin apo dashninë e besimtarëve tanë që kanë për realizimin edhe projektin e fjalë, po edhe në përgjithësi të xhamisë. Rasti i 6 grave nuk mbetet i vetëm. Ditë më vonë, një tjetër vepër bamirësie i dha jehon Malishevës. 3 banorë të fshatit Burim vendosën të lënë vakëf 17 ari tokë për nevojat e Këshillit të Bashkësisë Islame. Mas pari mi kam me vllazën kemi besedu që dhe të adhurojmë që pronë Bashkësisë Islame. Ata pajtun vllaznit edhe djemt e miqës, ranë pajtim me mu, edhe i adhurum. Ndim shumë lomë të vëdha. Unë beluzova me rash në pajtim, mëse e ranë pajtim vllaznit, si u thashën, mu shumë më mberdhë mirë. Edhe për vllaznë, po edhe për djemve të miqës. Kë brezë, unë e vjenë brezë tjetë, e shumë brezë tjerë, e shëdzojnë këtë. Edhe ju lësë gjithë atyne që kanë, është mirë me dhonë për Bashkësinë Islame. Dhurimi i tokës u mirëprit nga Këshilli i Bashkësisë Islame, i cili e vlerëson si një kontribut me rëndësi të veçantë për komunitetin. Vitet fundit në Malishev kemi bukur shumë qytetarë cilët ndajnë nga pasunia tyre në pjesë tyre, domethënë toka tyre që të lajnë vakëf në shërbim të Bashkësisë Islame dhe shërbim të interesit përgjithshëm të qytetarëve, siç e kemi rastin e fundit nga familja Morina në fshatin Burim, ku ata kanë dhënë një pjesë, një parcelë, domethënë për Bashkësinë Islame kanë lënë vakf, por që do të jetë padyshim që në shërbim të qytetarëve të atij vendi.
Andaj neve falenderojmë Zotin Gjellëshanehu për një vetëdijsim tillë, sepse kjo pasuni që ata ndajnë, kjo pjesë që ata ndajnë për hir të Zotit Gjellëshanehu, është një vepër, është një sadakatul xharie, sadaka rrjedhshme që shpërblimi i kësaj do të vazhdon edhe për gjallët, edhe për të vdekurit, domos sot ekziston ai hajrat. Ndërkohë Këshilli i Bashkësisë Islame në Malishev vazhdon të bëjë thirrje besimtarëve dhe bamirësve që të mbështesin ndërtimin e xhamisë së Gurit, edhe pse deri më tani janë mbledhur disa mjetet dhe tashmë ka nisur përgatitja hapësirës ku do të ndërtohet xhamia. Fondet e siguruara janë ende larg asaj që nevojitet për fillimin e punimeve. Xhamia e re konsiderohet një domosdoshmëri, pasi objekti aktual është dëmtuar dhe nuk i plotson nevojat e besimtarëve.